Në miqë demokracisë, po edhe ke kongresi ati u ankuab Zoti Berisa, që BE-ja nuk në dëgjon lidhë me çështjet e që sillen vendin tonë, siç presin mu sjell politikanë në vendet e tyne. Jo me mbrojt dhe me makjazhu një person që është drejtues i një narkoshtetit jo vetëm sipas opozicës tashmë, po sipas numrit 2 të EPP-s, sipas bashkimit partive djathta, dhe sipas medjave... Dini të bëni politika apo s'dini? Po ja pra politikën... Po ja pra politikën, ty po ta tregojnë qartë. Ty të vjen nën sekretari i shtetit, Fleming, dhe t'jep mesazhet qartë në mbështetjen ndaj Spakut. Vjen ministri i jashtëm gjerman, t'jep mbështetje qartë për Spakun. Problemi kryesor i këtij vendi është pikërisht lufta kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Ju doni t'i dilni kundër. Çfarë mesazhi do t'i jepni ju? Sa krime elektorale ka para në lu dhe sa krime elektorale. Po të gjitha dhe krime elektorale të gjitha me bashkë. A ka vjedhje në zgjedhje, a ka manipulim të zgjedhjeve? Ju më përgjigjni pra, sepse unë nuk di që është kap një krim elektoral, sepse është problemi më i madh. Ore, me zgjell. Keni dhe juve probleme me Spakun? Unë ju drejtoj pyetjen, unë personalisht Jo, më po them si opozitë. Sa krime elektorale janë hetur? Sa qëndrimi keni lidhur me këto çështje? Sepse kena, shiko, kishim atë deputetin e Durrësit që merrte mira vota. Edhe do fitoni ti. Një minutë. Po leje më tani. Ai që bëhet muarratis kriminalet, largohet nga parlamenti dhe votat e tija bëjnë deputet dikë tjetër. Kena 19 kriminalë që janë fuqur nga 2013 në parlamentin shqiptar. Kena dosjen e Dibrës, dosjen e Durrësit, sa krime elektorale aty kur fillojnë në besë. Po çapo them po thoni pra që është bë drejtësi, është bë mrekulli. Sa krime elektorale, sa i lirë shqiptare me zgjellë sot më kem shqetëson mua. Dhe sa drejtësia e paranalon këtë. Ore keni bërë lum arburi do. Unë po them e keni bërë lum ti po thu drejtësi. Drejtësia pikërisht ka filluar t'japi frutet vetat para. Ju nuk doni kundër. Unë nuk zgjedh i lirë, nuk ka demokraci në Shqipëri. Ku doni me dal? Sa krim ka paranalu pra, që nga unë du me dal që ju s'po thoni të vërtetën pra. Po çfarë vërtetë do më? Ju thoni opinioni publik dhe ndërkombëtar duhet trokasin drejtësi. Po pse më kujti shërben ti më zot? Po çfarë je aty? Edhe një herë, unë jam aty që demokracia funksionon në Shqipëri. Dhe a funksionon demokracia në Shqipëri? Ke selula PD-s? Mu përgjigjni pak pra. Spaku, sa ka paranalu nga krimi? Që nga krijimi i Spakut, a janë bë mega skandale. Ore si del para qytetarëve tim. Si ka mu përgjigj. Ju më dukeni me fjalit para përgatitur, sepse unë nuk jam të Ku po ma gjen më para? Ju më keni mësuar për Po lere pra se ke shkruar gjitha tezat aty. Ja ku i ke. Lutem po Fletë Bardhës. Po bëj bisedë me ty. Unë jam do marr shënime, po hapra që dërni ju nga goja. Po mirë mbaj shënim atëre. Po s'e ke që të jep kot. Njerëzit e më shumë shënime. Ç'është më bëhet? Shqetësimi me Partinë Demokratike, unë me Partinë Demokratike është shqetësuese. Shqetësimi sa Spakun, apo jo? Jo. Ore unë kam pikërisht për të ardhmen e vendit. PD-ja me Flamë Spaku si flamur ti drejtoi qytetar. Ore ju nuk kuptoni një gjë, domethënë që kjo klasë politike do ndryshoj. Do apo nuk do ti, do apo nuk do Berisa, do apo nuk duan dhe tjerë nga maxoranca që të... Si do ndryshoj? Ka rrugë. Si do ndryshoj? Kush janë mekanizmat për? Kush janë mekanizmat? Vota është i dashur. Vota. Qofse ti mendon që do vjerë një projekt i cili e rikthen demokracinë. Patjetër hajde ta diskutojmë. Patjetër që edhe vota. Qofse mendon që demokracia në këtë vend rikthehet duke bërë gjyqje politike dhe publike, më mirë mbaj Ramën se sa atë që nuk kupton. Ti kujton se shteti është vetëm vota. Shteti fillon ke vota. Jo, shteti fillon ke vota. Ke funksionimi, ke gjitha pesë elementet që përbëjnë shteti. Shteti fillon tek vota i dashur. Shteti fillon tek vota. Nëse nuk pajtohemi këtu atëherë. Demokracia është më e koncepti. Ndoshta ti je për monarki. Unë jam për republikë. Drejtësia nuk ka nevojë për votë. Si? Drejtësia nuk ka nevojë për votë. Drejtësia ka nevojë për votë se pa votë nuk do ishte bërë. Pra, një nga pikat drejtësia. Lutem që ta vendosim në shitjet e diskutimit. Zbatoj ligjin dhe kushtetutën. Zotin Esturi, që nga 2016 lexojmë demokracia, pra, funksionon më mirë demokracia që nga pse po them, pse jemi mbledhur? Jam ty u pyet ju, pra, që nga 2016. Zotin Esturi thotë që Ore pse po ngri zëri nuk se ka funksionuar, jo. Po për drejtësia ju, pse nuk e ka për opozitës, nuk e ngre hajnislec. Dëgjoj. Ky është problemi. Mam vite drejtësia. Një njeri që të dëgjon në këtë momente, dëgjon Plator Nesturin, i cili shan opozitën pse nuk duhet troket Spakun. Turp TV opozitës. Tani do flasim pak për këto që kanë ndodhur këto ditë.
Çfarë na tregojnë këto neve? Çfarë na tregon në raporti i vetë zotit Dumani, i cili kur doli në komisionin e ligjeve tha që edhe pse ne kemi bërë shumë operacione, sërish ka një fenomen çuditshëm që korrupsioni jo vetëm që nuk po ulet, por po rritet. Pra që këtu vetë kreu i SPAK-ut pranon dështimin e këtij mënyre funksionimi të SPAK-ut deri tani. Jo, fare. Tani ti më the mua, ti kritikove opozitën për qëndrimin, po unë po them ti pak më parë të tregove. Am thej për kritikon për qëndrimin ndaj SPAK-ut. Politike. Hajde më lajm, hajde më po ju më shajmë opozitën bashkë. Ore e shajmë bashkë, e shajmë bashkë. Ju lutem. Dakor. Unë po them edhe herë, opoziti thënë që opozitimi edhe ti nëse unë kam memorie të fortë. Ju lutem, as për postulate. S'po ti transformoj, po unë fal të dëgjova ke 10 minuta diskuton me zotin Kopliku dhe i thua që çfarë qëndrimi ka PD-ja për SPAK-un, pse nuk e mbështesin SPAK-un, se SPAK-un e do populli. Shumë mirë, bravo i qoftë. Gabim strategjik i PD-s që nuk e ka kuptuar që po të mbështesë SPAK-un do vinte pushtet. Pra këtë po thua, apo jo? Dhe po thua që PS-ja është aty në pushtet, sepse edhe pse i kapin hajdutët dhe i bin hajdutët nga një çdo 3 muaj, fati i saj dhe suksesi i saj elektoral qëndron tek fakti që ajo mbështet SPAK-un. Jo, shumë mirë, bëni mos ndryshoni atë surini. Por më nuk intereson fare. E bë pjesa tjetër. Po më intereson fare se kjo është këtë e ke çip, mos e bëj më mua, po e bëj. Ta thash edhe që para ta them. Mos e bëj çip. A është Shqipëria sot më pak e korruptuar? A është Shqipëria sot, ato rrugët janë më të forta sot që ka vepruar SPAK-u, ato koncesionet shëndetësore janë më operative. Zoti Koka. Me opozitën, me politikën shqiptare. Jo, prit, një moment, zoti Lesturi. Fare, po për çfarë thuar pra, do thuash mendimin tënd apo? Me vendimin tim po shtem. Ju lutem. Ne ti ke mall tjetër, un kam shqetësim tjetër. Domethënë ju sollët një sër çështje të cilat qytetarët duhet të jenë të shqetësuar. Edhe pse s'vin protest. Gjithashtu solli një sër çështje dhe dha edhe bëri një paralele me 21 janar. Problematika është e tillë. Se s'vin protest apo? Se nuk shqetësohen qytetarët. Ka shumë qytetarë që mbase e kanë gdhir në ujë për ditët e fundit që janë përmbytur, kanë pasur problematika, ka qenë pa energji, pa bukë në shtëpi, por ndërkohë që sheshin shumë prej tyre që mund të kenë votuar Partinë Socialiste, por nuk jam nga ata që thonë, ka dhe disa opozitarë që shpesh thonë që mirë të bëhet se kanë votuar partinë, nuk jam për këtë. Unë jam atë dhe pajtohem që vendi pasi ka rënë në autokraci dhe është narkoqeveri, sigurisht që në mundësia për të folur, për dalë, për të shprehur është gjithnjë më e pak. Ne e shohim edhe ke gazetarët, shohim edhe tek analistët, edhe tek ata që janë njerëz publik që deri kanë pasur një lloj pavarësie, por për një arsye u detyrohen ta kafshojnë gojën. Sigurisht ne këtu jetojmë. Po kur këte kanë problem njerëzit që më thënë kanë një lloj pavarësie, po themi kështu, një lloj mundësie. Imagjinoni njerëz të thjeshtë që presione kanë shumë më të madh, qoftë që nga certifikata deri tek nevoja. Çfarë do dalë ai personi që është mbytur sot për shembull shtëpia dhe që pret që t'i japi kryetari i Bashkisë Fierit në lek për dëmshpërblim, që në fakt si ka dhënë as të vjeçëm as parvjeçmet. Apo kështu, apo në Shkodër, apo tjetër. Sigurisht që ne kemi shtjelluar gjatë kësaj kohe që vendi është në një narkoregjim, në një regjim pa narko, po heqim narko, në një regjim i cili imponohet qytetarëve. Zoti Koka, por si do zgjidhet kjo gjë? Për një paralele edhe për ta kuptuar qytetarin. Njerëzit gjithmonë ka nevojë për atë vllajën e madh që të vjen në ndihmë momentin që je përpara këtyre situatave. Dhe në këtë rast vllai i madh është opozita. Po, dhe po tregon që në këtë rast është gjallë dhe është jo vetëm gjallë, se nuk na duhet vetëm në krevat që të themi është gjallë, na duhet aty për të ndalë zot. Vllai i madh ka nevojë për vllajën e vogël pra. Dhe unë mendoj që sërish raporti edhe pse situata shumë delikate, edhe pse presioni shumë i madh, zgjedhja 11 majit ishte një mesazh dhe unë kam thënë disa herë edhe këtu në studion tënde madje, që Partia Demokratike pa diskutim që duhet ta lexojmë me kujdes. Unë kam folur këtu tek ty që mbas foltores për partinë, Partia Demokratike duhet nisë një foltore për Shqipërinë dhe e foltore që bëhet sot në shesh për mua duhet bëhet edhe në të gjitha degët e Partisë Demokratike, sepse patjetër që Partia Demokratike duhet të rivendosë një komunikim dhe një raport i cili prej këto vitet e fundit është dëmtuar së pari me bazën e saj dhe pa diskutim edhe me qytetarët. Jam shumë dakord për këtë unë. Unë s'po them që kjo është opozita më e mirë në botë, më strukturuar në botë. Kurse kam thënë këtë unë. Se nuk delirojnë në mënyrë tillë. As Ted jam i sigurt nuk e beson këtë gjën. Do të flasim për partinë.
hajde më flasim për partinë. Por ama nuk mund t'i bësh gjyqin ti një partije që del dhe proteston në mënyrën e vetë, me aq mundësi sa ka, duke lexuar dhe presionin e cilët ndodhen qytetarët, por duke mos e braktisur kauzën. Kur folën pak më herët për mënyrën si e ka bërë Partia Demokratike, patjetër që mund të ketë qëndrimet ndryshme për mënyrën si do drejtohet organeve të drejtësisë. Por ama edhe pse kjo Partia Demokratike ka qenë kritike për me organet e drejtësisë, në asnjë moment nuk e ka shkëputur raportin institucional me këto institucione, sepse denoncimet e zotit Kolliçi, denoncimet e zotit Bardhi dhe shumë zyrtarëve tjerë të Partisë Demokratike të ky institucion kanë treguar që partia është institucionale, që pavarësisht debatit politik, si më thonë sërish ata shkojnë aty dhe ka dhe i gjë. Unë nuk jam i shqetësuar pse Partia Demokratike e kritikon SPAK-un. Unë jam i shqetësuar se si ka mundësi që një qeveri ndër më të korruptuarat në Europë është në dashuri me organin e akuzës. Kjo më trëm dhe po të kisha dy pare mend, do thoje dashurinë,